Ne jemi një Liam, kemi një flamur që dëshmorët e Kosovës e Dardanisë kanë derë gjakun për atë. Ndër gjak, po, është e vërtet. Edhe kohët e fundit po mundohen shumë. Po më duket kur shkon me Allahun atje kur shkoj takoj babën, duket a largoj me dorë kë, apo e largoj baba i vet, po e largoj flamurin. A kupton? Po. Edhe kjo më çuditi domethënë sepse kush ja bani domethënë se kjo është pak edhe bet futën kjo punë. A kupton valla? Të kuptoj valla, të kuptoj. Ai babaj Gjesit ka kanë luftetar. Edhe ka luftu me flamur kuqezi. Edhe i ka varros shokët e vet, të ram heroin i ka varros me flamur kuqezi. Okej, unë respektoj kur është festa zyrtare, pavarësia e Kosovës e këto, por prej të valla. Ka në flamur kombëtar, kemi gjithë një flamur. Këtë duhet t'i tregojmë Serbisë, Grekut, botës, t'i tregojmë sepse në momentin ai ta merr qira thot Kosovari. Nuk ka Kosovar, valla, është shqiptar. Është shqiptar, po, pikërisht, ke shumë të drejtë vlla, po unë mendoj që ajo pjesë unë mendoj që mund të ketë qenë diçka emocionale vlla, dhe ai e mor. Patjetër ai s'ka kanë në vetdi, ai si ka kontrolluar emocionet. Bravo, ato mendoj unë. Me 1000 firma ata jap atë pjesë. Për mua nuk besoj se ka shqiptar të vërtet shqiptar Dardanis, dhe këtë i shoh çaj kam këtu gjithkohë më lokale të kështu, që nuk e ka flamurin kombëtar shqiptar. Mund ta kenë flamurin shtetëror të Kosovës patjetër, është shumë mirë që ta kenë, por flamurin kombëtar nuk ka shqiptar që nuk e kanë familje. Është normale, unë jam i sigurt që ku jeti Liam që thosh se fiton Rozana, një gjatë tare. Po vlla, unë kam thonë gjithmonë kush thota, unë kam thonë gjithmonë dëgjoj radio, unë kam thonë gjithmonë mos ngatarroni me fancit e analistit, të bësh një analizë edhe të mendosh për atë lojë se kush fiton si individ neutral, pa Rozan, pa Gjest, pa Laert, unë s'kam thonë asnjëherë, po kam thonë do dalin finale Laer, Rozana dhe Gjesti dhe e fiton Rozana, e kam thonë vlla jot. Ta them sepse ta mohoj. Po unë nuk kam thonë kur që jam fanci i Rozanës njerëz, për atë zot. Në çdo live që ka bë analizë, Liami si live, si televizor ka mbrojt Gjestin. Për ata jeni shumë gabim. Çdo live që ka bë, Liami si kanë bën Instagram, si televizor, analizë që ka bë, Liami në çdo live ka mbrojt Gjestin. Kështu që mos e bëni një gabim të tillë, mos u bëni njerëz pa ditun. Jo, ideja është shumë e thjeshtë. Isha fans, do e thoja edhe po t'isha fans, po nuk bëjmë dot o vlla jot fans, sepse o Marildo, edhe një gjë po ju kuptoj, këto që bëjnë dhe me faqe Gjestit. Se ishin live ton Prime, domethënë, ju interesote më shumë me marrë në followers apo me pa Prime, se këtë nuk e kam kuptuar, dashje këta. Se ishin live ton Prime. Po, se di për zotën më treje futa në unë pak edhe mrapa do. Unë fuqa në reklama 5 minuta dhe që Allah se dosha me pa emisionin, nuk e kam kuptu pse. Po i bënin të dyja paralel, pra një kosis të shifnin edhe votonin edhe shifnin, po mirë se e meritojnë fund fare. Qa votonin, më qa rritë ata të betojmë zotin 5 vota nuk i kanë qu. Dhe se qa thojnë kështu, qysh të dashi. Kujtë se kanë qu? Gjestin. Dikush... Jo, ata nuk e di unë, po do t'japi statistik, ta qoj statistik vllai ty se çfarë